Cë është mësimi i parë që e marrim tek këta të ndërlozor? Mësimi i parë që e marrim, e që është shumë e rëndësishme të ndërlozor, është që njeriu me pas qëllim të madh në jetën e vet. Për çka jeton ti? Sot për shembull fatkeqësisht tek shumë njerëz, tek shumë të rinj, gjejmë që jeta aty në realisht ndërtohet mbi bazën e disa qëllimeve shumë të varfëra. Qëllime që kanë të bëjnë me argëtimin, me dëfrimin, pasurinë, shëtitjen, gjështje materiale komplet. A jeton njeri krejt jetën e tij për shembull, qyshme e kënaq barkun edhe i përshëndeti. Kjo është jetë e ulët, kjo është jetë e lirë, kjo është jetë e varfër. Jetë e pasur kur njeri jeton, por në bën një kontribut të madh. Andaj të ndërruar vëllezër, këta djem patën qëllim një jetë, patën kauzë. Kauza ishte udhëzimi i popullit vet. Mos më leju këta njerëz me shku në devijim. Mos më leju këta njerëz me lut shejtani me ta. Mos më leju që këta me përfundon në xhenem. Te idhnimi Allah xhallahu ala. Ne sot kanë mesin ton mëkate të shumta, ka çështë ka. Ka shënime, ka shturje të forma të ndryshme që janë shqetësuese. Do të besimtarët më jetu me brengën, qysh me i përmirësu këta njerëz. Qysh me kthyen rrugë të Allahut. Qysh me nal punën e keqe, qoftë ato që janë punë të pamoralshme, të ndyta, të pahishme, vrasjet, konfliktet, ka brengë muslimani, si ato me që për veti, që me pajtu mes familje, mes njerëzve. Dhe këta e në shembull që njeriu duhet njët në vetë me pas një qëllim madhor, njët vetë, që te i kalan intereset e ti personal. Nuk jeton për veti njeri, me ratu vetën tem tjerve, Zoti ju bufqarë, s'kam që ka me bu. Muslimani nuk rënon për veti. Muslimani e len vetën, ndoshta keq, pranon parahati, pranon edhe ngarkesë, edhe lodhje që realisht tjerët me kun radhë me kun mirë. Nga se edhin se Allahu xhallahu ka me pagu për lodhjen, për sakrificën, për mundin e ti. Për sa të ke mundësi, spaku për fëmijët e tu, spaku për familjen tona, por ju me kun njërë veç interes gji personal, në të kuptim individualist, egoist, veç vetën e ti me këshyr, veç interese, me knacin materiale me këshyr. Jo, e këshyr për te i kësaj, si kësa djemë, të kanë këshyr në besim, kanë këshyr në udhëzim. Andaj, shembull që Allah e ofron këto është fillimi shembulli i ndërtimit të një qëllimi madhor në jetë, të një kontributit të madh për shoqërinë, për rrethin, për vendin. Se jeta është e shtrajtë, jeta është e shtrajtë, jeta është begatia madhe. Është në nënçmim e përbuzje dhe kësaj begatie që me e shpenzu komplet në përmbushje të kërkesave materiale. Muslimani s'bën kështu. Për kërkesat materiale përmbushën rregull, po ku janë kërkesa shpirtërore, kërkesa sociale, humane të njëri këtu, njëri ka gjitha këto kërkesa.